إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falëndërimet I takojnë vetëm Allahut, krijuesit botëve, paqja dhe bekimi I Allahut qofshin mbi të dërguarin Muhammed, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e kanë pasuar dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, ndër gjanat më të rëndësishme që na mëson Islami është edukata e mirë, morali I pastërt dhe e fundit sjellja e duhur me Allahun, pastaj me krijesat e tij. Njeriu mundet të ketë pasuri, mundet me pas ndonjë pozitë e funksion të lartë, ka mundësi me pas dije të shumë në ndonjë fushë të caktuar, por nëse nuk ka moral, atëherë shumë prej këtyre gjanave të mirave, vlerave e humbin vlerën e tyre. Ndërsa kur njeriu ka moral të mirë, edhe njerëzit e tjerë respektojnë. Edhe zemrat afrohen me te dhe e fundit krejt feja shfaqet në sjelljet e tij. Thot Allahu në Kur'anin famlart: "Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Allahu t'i lejohet me u betu në krijesat e tij, ndërsa njerëzve nuk I lejohet me u betu përveç se në krijuesin. Pra Allahu betohet në shpirtin, pastaj betohet në atë, thot, I cili e ka përsosur atë. E ka krijuar në formën më të mirë njeriun dhe shpirtin e tij, apo krijesat dhe shpirtrat që I kanë krijesat e tij. Pastaj Allahu thot, ai është ai I cili e ka bërë, Allahu është ai I cili e ka njoftuar njeriun, ja ka bërë me dije çka është shthurje dhe çka është devotshmëri. Ka shpëtuar ai I cili e ka pastruar shpirtin edhe vetveten, ndërsa ka dështuar ai I cili e ka ndot shpirtin dhe vetveten. Pra, këto ajete na tregojnë se njeriu duhet me punu me vetveten e tij. Çdo mangësi që e ka në drejtim të Allahut, çdo mosbindje ndaj udhëzimeve të Kur'anit, e ndaj mësimeve të krijesës më të ndritshme të mbar njerëzimit, Muhamedit alayhi salam, atëherë njeriu nuk do t'ja drejtoj gishtin shpalljes, por duhet që të merret me vetveten e ta përmirësoj vetveten. Prandaj Allahu e ka quajtur pastrim I shpirtit. Pse? Shpirti pastrohet kur njeriu është I drejtë në punët e veta, e don të mirën, e don të drejtën dhe punon sipas saj. E drejta dhe e mira është me shpalljen e Zotit dhe me përmbajtje të mësimeve të tij. Kur folmi për edukatën, shpeshherë njerëzit për edukat I referohen vetëm formës së të folurit. E trajton të edukum ai I cili flet me zot të ulët e ngadalë, ai I cili përdor shprehje të kujdesshme e kështu me radhë, e në fakt kjo është edukat. Por edukata shtrihet në krejta fushat e jetës. Edukat me Allahun nënkupton kur ti I përmbahesh apo kur ne I përmbahemi mësimeve të Allahut. Kur ne e dim që Allahu ka mësuar diçka në Kur'an, ka kërkuar nga njeriu që me ju nënshtrohet, njeriu I nënshtrohet.
Thot Zoti në Kur'an për krejt ata të cilët me një farë forme janë thirrës në fe. Dhe secili prej nesh dhe jo dhe ne jemi thirrësa në fe, së paku me vepra e pse jo dhe me fjalë. Thot Allahu në Kur'an: "Fabima rahmetin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr." Allahu na ka mësuar edukatën se si duhet ta kemi me njerëzit kur ne si njerëz i thirrim ata në fe. Sepse kështu kuptohet prej ajetit. Allahu thot: "Ti o Muhammed, në saje të mëshirës së Allahut jesjell but me ta, me njerëzit." Allahut ka ndihmu që ti me koni but me njerëzit, i mirë me ta. Pastaj Allahu thot: sikur të ishe i ashpër dhe zemërgur, njerëzit nuk do t'ishin afru afër teje. Por të kundërtën, ti ke qenë i but me ta, andaj njerëzit kanë hyrë në Islam. Ke pa disa njerëz kur dojnë me i kallëzu të tjerëve që janë larg fesë, përdorin shprehjet më të ashpra e më të egra, si ndaj atyre që s'janë fare në fe, e si ndaj atyre që kanë lëshime më shumë se sa vetë personin e fjalë, dhe në emër të asaj që unë po them të vërtetën. Nuk mjafton me thonë të vërtetën vetëm si fjalë, por do të me i zgjedh fjalë të cilat i thu, sepse je të fol në emër të Allahut e në emër të dërguarit të tij. Dhe përveç butësisë, Allahu e ka këshillu Muhamedit alayhi salatu wasalam që me njerëzit, për njerëzit e tillë me kërku falje kur ata refuzojnë, me kërku falje për ta dhe me u këshillu me ta, sidomos në çështjet e dynjas. Pejgamberi alayhis salam ka qenë në shkallën më të lartë moralit dhe Allahu i ka thënë: "Wa innaka la'ala khuluqin adhim." Ti je në shkallën më të lartë të edukatës e të mirësjelljes, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Në fakt, gjithkushi e adhuron dikën. Edhe ata të cilët e mohojnë ekzistimin e Zotit, edhe ata adhurojnë diçka, adhurojnë epshet edhe teket e veta. Çka t'ju teket, domthonjë janë robër të tekeve të tyne. Prandaj, çdo kush i cili adhuron diçka, na musliman kemi zgjedh me adhuru Allahun Azza wa Jall. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu i tha: "Wa innaka la'ala khuluqin adhim." Ti je në shkallën më të lartë të moralit. Pastaj kur e kanë vetë Aishën që shukoni eduku Muhamedi alayhis salam, ka thonë: "Kana khuluquhul Kur'an." Edukata e tij ka qenë Kur'ani, që nënkupton që Muhamedi alayhis salam nuk ka sjell në mesin e njerëzve mësime nga vetvetja, nga hamendja, por e ka praktiku vetëm ato që Allahu Azza wa Jall i ka shpallur. Dhe a e dini të nderuar besimtar, këto i përmenda sepse na kemi shëmbulltyrën më të mirë. Dhe çka është interesant, se na kur e pasojmë Muhamedit alayhi salatu wasalam në të gjitha çështjet, por specifikisht kur jemi të fol për edukatën, atë që ka thonë pejgamberi alayhi salam për ata të cilët kanë edukatë mirë, ka thonë kështu: "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni manzilan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqa." Thot, ata të cilët kom e i dasht mas shumti në ditën e gjykimit, dhe ata të cilët kanë me qenë më së afrimi me mua ulur në ditën e gjykimit, janë ata të cilët kanë edukatën më të mirë në mesin e njerëzve. Zgjedh, apo do me konë në xhennet me pejgamberin alayhis salam, apo do me konë ai i cili shoqërohet me dërgumin e Zotit zbashku me ta në xhennet. Atëherë zgjedh me u konë më i edukumi dhe më i sjellshëm në mesin e njerëzve. Fillimisht ndaj Allahut, pastaj ndaj vetë pejgamberit alayhis salatu wassalam. E kuptuam se çka do të thotë mirësjellje me Allahun, mirësjellje me Muhamedit alayhis salam është e njëjta gjë, sepse është shpallje.
Pra, me tentu, me praktiku çdo gjë që i dërguari Allahut na ka mësu dhe edhe ai vetë ka praktiku, apo e ka pëlqyer për neve. Kështu, nuk mjafton vetëm me qenë i sjellshëm. Pra, mirësjellja nuk kupton mos sjell mirë me Allahun, mos sjell mirë me pejgamberin. Deri sot nuk e ke ditë që është sunet, që kjo vepër sot po e din, sot praktikoje. Sepse përveç sjelljeve të mira me njerëzit, kur je i sjellshëm me Allahun dhe me pejgamberin alayhis salam, ti ke me qenë në xhennet me ata që e ke dasht, edhe me ata që për hir të mësimeve të Allahut ti e koni mirësjellshëm dhe ke fal dhe i ke mëshiru njerëzit. Prandaj, nderuar besimtar, secili prej neve është mirë me pyet vetveten si jam tu sjell me njerëzit. Është mirë me e pyet veten, me ndal vetveten edhe me e pa a je i butë apo je i ashpër. A u afal njerëzve gabimet edhe a javmon në mend gabimet njerëzve gjatë që i kanë bën ndaj teje. Pastaj me pa vetën tënde a je i drejtë. Edhe me ata që janë kundërshtarët e to. Edhe me ata që nuk pajtohesh, a je i drejtë me ta. A je tu përdor terme të duhura ndaj tyne. Pra, do të me pa vetën tënde si flet me njerëzit. Do të me kontrollu edhe ata se qysh po reflekton të tjerët sjellja jote. Jo niyetin tonë, për niyetin ka me të vlerësu Allahu. Dush me pa vetën tonë dhe sjellja jote, edhe nëse je ti po thuaj kam me drejt, do të me pa se si po reflekton të tjerët. Prandaj këto pyetje do të më japon na vetvetit tonë. Pavarësisht gabimeve të njerëzve që i kanë ndaj neve, na kemi me dhon llogari para Allahut veç për punët e tona, jo për sjelljen e tyne. Sikurse kish ndodhur në jetë që me ja kthy njerëzve me të njëjtën anë të monedhës, siç ata na bojnë neve, do të ish bë jeta në tokë, secili do ta kish kërku vdekjen, do t'i shkatërru, do t'i shprish rendi njerëzore shoqnor. Prandaj të nderuar besimtar, përveç kujdesit që do të me pas me njerëzit për ta përfundu, neve Allahu na ka kërku me kon të kujdesshëm edhe ndaj krijesave të tij, ndaj kafshëve, ndaj bimëve, na ka urdhënu që mos me dëmtu pemë e të mbjella. Po edhe me një hadith na ka thënë për fund, thot mos dilni shumë natën, sepse ka krijesat Zotit të cilat pushojnë ndërsa ju i shqetësoni. Ka prej dietarëve islam të cilët kanë thënë e ka për qëllim ato shtazë, ato kafshë, ato insekte të cilat flejnë gjatë natës dhe zgjohen herët dhe ju duhet çaj kohë për pushim. Dhe ka të tjerë që kanë thënë se ka krijesat Zotit që na hiç nuk i shohim. Dhe ti mundesh me i dëmtu ato krijesa në formë të pavetdijshme. Kjo është bukuria e Islamit, i cili Islam na mëson që të sillemi me Allahun, si të sillemi me pejgamberin, si të sillemi me njerëzit e me kundërshtarët në përgjithësi, e si të sillemi edhe me krijesat të Zotit, me ato kafshë, insekte apo çfarë do të qofshin ato të cilat na nuk i shohim apo ato pushojnë. Kjo është një prej mrekullive të Islamit dhe porosive të tij. E lutim Allahun me na bë dobishëm për të gjithë njerëzit dhe krijesat në përgjithësi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.